Rama e mban pushtetin në Shqipëri të patën në këto 8 vitet e fundit nëpërmjet ndërkombëtarëve që ka blerë. Pra, ka dhënë para, ka dhënë kurva, ka dhënë çka ka mundur ai, çfarë nuk i ka parkuar, çfarë nuk i takon atij, po jep toka që janë tonat, po fal det që është i joni dhe s'është i atij, në mënyrë që këta që janë jashtë të bëjnë raporte që Shqipëria është parajsa në tokë. Dhe këto raporte kanë nisur deri në sot për arsye se nuk ka parë njëri që të protestohet, nuk ka parë njëri që ta kundërshtojë. Kanë menduar se gjithmonë njerëzit për sa kohë njerëzit nuk kundërshtojnë, edhe raporti ecën atje. Në momentin që njerëzit kundërshtojnë dhe ekziston kjo protestë, dhe atje unë ta bie raportin te ty që je shefi. Ti tashti e hap televizorin. Ti shef Reutersin, ti shef BBC-n, ti shef televizionet e tjera dhe shef që po bëhet një protestë në Shqipëri. Atëherë ky raporti që kam sjell nuk ka vlerë më te ty. Sepse do thuash zotëri, dakor ti madje po. Prit se ti më thua që këtu është në rregull. Po këtu pas ka një protestë, pasha që 10 ditë protesta. Atëherë raporti nuk vlen më. Në momentin që vlen raporti, do të thotë që paraja nuk shkon më. Dhe në momentin që nuk ka më vlerë paraja, atëherë në vjen një moment caktuar që nuk shkon më as telefoni. Dhe po nuk shkoj as telefoni, ky është momenti që Rama ose do japi dorëheqjet, se s'ka ku shkon, ose mund të thotë, unë nuk ka për të lozi atë, por kjo do të ishte vetvrasje politike për të, sepse nuk do të mund asnjëherë pastaj të merrte as qoftë edhe një vot në një votim të ardhshëm. Në Rama është kalkulant politik. Në këto 13 vite ka treguar që është kalkulant politik. Dhe duke qenë se është llogaritari mirë në këtë aspekt politik, ai do thotë që okay, në momentin që i ndërpriten gjitha këto, atëherë çfarë bëj? Atij duhet një farë vote që ai sërish të jetë në parlament. Ndoshta jo në pushtet, po të jetë në parlament. Dhe për këtë arsye do vini në moment që do të jap dorëheqjen që të paktën të garantoj gjysmat atyre votave që, sepse ai vërtet thotë kanë 800.000 vota. Jo, tashmë nuk i ka më 800.000 vota. Rama nuk i ka. Edhe votat e administratës nuk i ka, dhe është i vetëdijshëm që nuk i ka, sepse po e kërcënojnë administratën që mos të dali, që mos bëj lajke, që mos shofi protestën, që mos përkrahet me protestën. Pra edhe ato i ka garantuar që nuk i ka.